Një pushim për meritoj. Po edhe jam Kështu që me Arbeni Tours, se mos me shku pa pare. edhe je fituesi një bilete nga Arbeni Tours. Kështu që ku pe zgjedh me shku? Filipoj. Në Velipoj. Urna biletën, duhesh me shënu tash emrin edhe mbi emrin bilet. Bileta është e vlefshme plot 3 muaj. Përshëndetje. Përshëndetje si. Mirë faleminderit, ti si je? Mirë shnashat, te. Mirë faleminderit. Jemi pra emisionin 05, jam sën shesh me dhru shpërblime nga kompania turistike Arbeni Tours. Po e shet që i kam 2 kutia ofër vetes në dorë. Njëna kuti ka biletat e Gjermanisë, tjetra i ka bileta për në Bregdet, ku përfshihet Durrësi, Shëngjini, Velipuja. Do me thonë bileta gratis për ty nëse përgjigjesh sakt. Në këtu kuti është nga një pyetje, nëse përgjigjesh sakt i fiton biletat. Cilën kuti po do me hap? Ka Shqipëria se në Gjermani kam viç po vije po shkoj. Në rregull, do me thonë për Gjermanisë po dën për këtë tjetrën. Shkoj në deti në plash. Në deti bile me shku. Pyetja për me shku në Shqipni gratis nga Arbeni Tours është, sa rrugje i ka fjala Arbeni Tours? Sa rrug? Rrugje. Rrugje? E ka Ndoje ti. 3 ka. Pse 3? 4. Urna? 4. 4, që është të folë ma shumë shukë jam. Po 4 i ka, përgjigja se është e sakt edhe je fituesi një bilete nga Arbeni Tours. Kështu që ku pe zgjedh me shku? Filipoj. Në Velipoj. Urna biletën, duhesh me shënu tash emrin edhe mbi emrin bilet. Bileta është e vlefshme plot 3 muaj. Okej. Da me thonë 3 muaj do të me shfrytëzoj këtë rast. Brenda 3 muajve me shfrytëzu. Po veç një herë, jo. Po de. E me shku e me kthyja veç me shku Për informacione shtesë e kontakton kompaninë. Shënoje, ku e ki emrin me shënu? Pret, moj. Ama të moj diçka. Ajtë se e mbron to. Hale. Që të pe shkruja? Qatë, emrin bi emrin, Visar Kushi. Visar Mehmeti. Po s'po të baj kalop si o vlo. Bën. Hale veç pak se është i ri, nuk ja ke hekta heq shuku jam. S'mar vesh, a Se shonca, katonor, kimiki i emisioni 05 edhe i Arbeni Toursit mos me të bo. Bën. Visar Mehmeti. Fleta por vjen me mu, kjo tjetra me ty. Për informacione shtesë e kontakton kompaninë turistike Arbeni Tours. Krejt çka të kam bej ty, me na bo follow Arbeni Tours në emisionin 05. Ku? Në gjitha rrjetet sociale, Facebook, TikTok, Instagram. Vish me bo me të firmës. Hajde me të firmë, do me thonë ti edhe biznesmen. Në Kosovë edhe këtu. Në Kosovë edhe në Gjermani. Po. Në rregull. E ku që kik? Arbeni Tours. Vish me bo like edhe këtu. A e bone like? Këtu në Instagram. Hajde në Instagram. Tregoja kameras që pe bën. Follow. Që? E bone. Hajde, so je që të bëne emisionin 05 në Instagram? Predish pak. Qa me bo? Emisionin 05. A na shikon e i vendo njëherë? Valla ju. Hiç kurra? Kur? A ti po? Se kesh t'ja morë biletën. Ja, mua e kom shti në gjep. A i gore. Ku me bo ato? Në Facebook, ku dush, TikTok, Instagram, ku Qysh do me ti? shkru? Në 05. Vish 05, a? Në 05. Në apostruf 05, po mirë është del. Vetëm një moment ta shohim ajo profili i parë, tregoja kamerës. Mboje pak më gjatë profili i parë, po besoj që edhe kamera tash e ka fokusu. I nderuam, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që unale për emisionin 05. Edhe një herë, biletën e shfrytëzon brenda 3 muajve, po besoj e shfrytëzon këtë verë që duhet. Po de. Sa kime nejt ashtu? O që një 5 muaj jam këthuj për që të zëllarë të biznisin që kom qelë. Besoj që... Një pushim për meritoj. Po de, jam Kështu që me Arbeni Tours. Se mos me shku pa pare. Bash, faleminderit shumë, përshëndes. Hajde, Respekt, kalë mirë.